Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride a cloud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings Club, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Në episodin e kaluar, Wingsat u përpoqën të mbronin pjesën e fundit të kodeksit duke kombinuar fuqitë e tyre me magji të konvertuar. Por zanat si adolën do të mban dhe magjia u kthye kundër tyre. Icy, Stormi dhe Darcy morën çmimin dhe u arratisën. Tani ka mbetur edhe një pjesë. Blum, am thua pse po stërvitesh kaq shumë? Më duket e çuditshme që ka kaluar kaq shumë kohë që pas sulmit të fundit të territ. Ka qenë periudhë e qetë apo jo? Shumë e qetë pra. Më duket si qetësia para stuhit. Shpërthimi trethisht. Ja! Ja! Ç'a ndodhi? Nuk e kam iden. Që kur u shfaq terri, fuqitë e mia janë dobësuar gradualisht. Ai ka diçka që çfarë duhet të bëj? Gjëja e parë që duhet të bësh është të mos stërvitesh kaq shumë. Por unë nuk çaj dot më asnjë gur. Si do të mund t'i ndaloj triksat? Herët ose vonë ato do ta gjejnë arkivin sekret. Mos u shqetëso për këtë. Thuhet se arkiva sekrete s'mund të gjendet. Po kjo nuk është e vërtet, profesor. Unë e di se ku është, e gjeta rastësisht, duhet ta mbaja sekret, por ishte shumë e vështirë. Blum, duhet të tregohesh e fortë, duhet më premtosh se nuk do t'ia thuash as kujt ku ndodhet arkiva. As mua, e kuptove? Hej, e keni parë bluzën shumë të bukur të Leilës? Më falni që ndërpres. A keni parë Teknën? Nuk të fal fare, por Teknën e kam parë. Ajo kishte ca punë, po kërkonte një justifikim që të mos takoj me ty. Ha? Unë nuk e di, ndoshta unë nuk do t'i kuptoj kurrë zanat. Hej, ç'kemi Tekna? Dëgjoj, mendoj se ne duhet të flasim. A ke kohë një sekondë? Jo tani. Sigurisht nuk dua ta takoj Timin. Pse duhet të takoj dikë që sillet në një mënyrë kaq të palogjikshme? Por çfarë të ka bërë saktësisht? Do të thuar çfarë nuk më ka bërë. Mos ka lidhje me faktin se është i ndrojtur? Flora, ai supozohet të jetë specialist, një hero. Ajo puna e ndrojtjes është vetëm një justifikim. Nëse do të kishte dashur vërtet ta bënte, do ta kishte bërë. Je dobësuar nga fuqia e Feniksit, sepse fuqia jote e dragojit është e kundërta. Kjo gjë më shqetëson. Ndoshta nëse e ngjall lidhjen tënde me zjarrin e dragojit, mund të rregullosh ekuilibrin me fuqinë e darkarit. Vërtet mendon se mund ta bëj? Përgjigjen mund ta gjesh në të shkuarën tënde, megjithse mund të jetë pak me rrezik ta provosh këtë. Po sikur të ndodh për një gjë të Kjo s'ka për të ndodhur, por është një zgjedhje që duhet ta bëj patjetër vet Blumi. Profesor, nëse ja dal mban do na ndihmojnë fuqitë e mia të luftojmë kundër territ dhe spionëve të tij? Jam i bindur për këtë. Do shihemi kur të kthehem, zemër. Mos u shqetëso, dakord? Ke kujdes! Jam gati për gjithçka, profesor. Le ta mbarojmë këtë punë. Ky është shpirti i dur, Blum. Jam i sigurt se do të jesh mirë, por e dim që të dy udhëtimet magjike mund të kenë rezultate të papritura.
Zonja, mund t'ju kërkoj të prisni pak jashtë. Kjo magji kërkon përqendrimin tim maksimal. I rehat? Somniofalax. Blum, ku je? Jam lart në qiell. Oh, prit një minutë, është dikush aty poshtë. Janë prindrit e mi të tokës. A mund të shkoj ti përshëndes, profesor? Jo, Blum, më vjen keq. Faty yt është më larg. Çfarë po ndodh? Prindrit e mi biologjik? Mami, babi, juve jeni? A mund të më dëgjoni? Dragoj! Jo! Mami, babi! Çfarë po ndodh? Jo! Ndim! Ndim! Jo! U ktheva, si e bëra? Në fillim më thuaj, çfarë ndodhi? Po ishte gjithçka kaq e turbullt. Në fillim më kujtohet Gardenia. Prit, dhe pastaj pash prindrit e mi biologjik dhe më pas akoma pash Dragojin. Ai kishte sytë e artë dhe Po? vetëm kaq më kujtohet. Pra çfarë mendoni? Me sa duket ke shmangur rreziqet e mundshme që të kanë dalë përpara. Goxha punë. Faleminderit. A mund të shikoj si i kanë fuqitë e mia tani? Unë mendoj se është më mirë t'i lëm pak gjëra të qetësohen, ndoshta më vonë. E po, nëse ju mendoni se kjo është më e mira? U habitën prindrit e mi, tani më ishin të thanë gjë, ishin në humor të mirë, ishin të keq. Pa më thua një herë. Njaf tani, lëreni të qetë, t'i bjem shkurt. Çfarë kishte veshur mami yt? Po nuk më kujtohet mirë. Për mua ishte e rëndësishme që i pash ata dhe Dragojin. Profesor Avaloni duhet të të kthej përsëri atje dhe këtë herë shikoje me vëmendje zonjush. Sigurisht nëse je e lodhur. Hey, regjistrova një muzikë të re për vallëzimin dje. Doni ta dëgjoni vajza? Bukuri! Prista, po vjen edhe unë. Çfarë ka Plum? Nuk do që të shkosh? Nuk e di, mezi po prisja ti shikoja prindrit e mi dhe Dragojin, por ishte e çuditshme të kaloja mbi prindrit e mi në tokë që u kujdesën për mua gjatë gjithë këtyre viteve dhe nuk ndalova as ti përshëndes. Jam e bindur se do të kuptoj. Duhet të shkoja të shikoj një pjesë të jetës tënde. Faleminderit, Loket. Po që të dua, mendon se funksionoi? Nuk e di, profesor Avaloni nuk donte që ta provoja me një herë, por mjaft prita tani. A je sigur që s'ka problem? Çfarë mund të shkoj keq? Wings at Magic! Hey, ndjehem më e fortë. Ndoshta Tekna është tek dhoma e gjumit. Çfarë po ndodh? A je mirë? S'kam qenë kurrë më mirë në fakt. Më falni vajza, e keni parë që Teknën? Jam i shqetësuar, ajo më ka shmangur gjithkohës. Jam e sigurt se nuk është kjo. Pse nuk shkojmë ta gjejmë së bashku, ë? Do t'ishte shumë mirë kjo. E po i dashur timi, me që Tekna ta ka kthyer botën përmbys, duhet të mësohesh me këtë gjë. Pra si ndihesh ti me? Po e kuptova. Për të qeshur, por më pëlqen të eci mbi këmbët e mia. Si nuk e mendova fare. Shndërim! Hey, prit! Ja pra! Të lutem, Plum, uletimi bashkë. Po më dëgjoj. Mos do që ta hedh ashtu si bëri dhe Tekna? Dim, dikush duhet më ndihmojë mua. Ekspara! Më ndihmoni, ju lutem. Ndim! Jimmy, se dija që mund të fluturoje. Çfarë? Ishte bukur? Në fakt ai nuk mundet. Por hey, nëse dhe ju e doni këtë? Jo, mos e përsërit më. Jimmy! Nuk mi ka diçka, mendoj se do ketë lidhje me ato, Jimmy. Po shkoj të thras profesor Avalonin. Nuk e di vërtet çfarë ndodhi, profesor. Më duk sikur më kishin pushtuar, sikur po fliste dikush tjetër përmes meje dhe ishte... Loketa ka të drejtë, duket se ke marrë virusin hije ndërkohë që po udhtoje. Duhet të bëj gati një magji speciale dhe ta heq përpara se të përkeqësohet. Unë po kthehem te shatërvani i kuq. Edhe nëse shikoni Teknën, do t'i thoni që unë po e kërkoja?
Sigurisht më vjen keq për këtë punën e fluturimit. Nuk ka problem, shihemi më vonë, vajza. Mirupafshim, Mendoni se mund ta mbani Blumin jashtë lasheve derisa të kthehem unë? Mos u shqetëso, profesor, nuk do të përsëritet më. Dhe për fat të mirë, di një rrugë të sigurt se si ti mbaj hijet larg. Tani është koha ta përsëris atë gjë. Ja. Më shumë, duam më shumë. Tani që po e mendoj mirë, shumë është. Mirë, a nuk është se unë qetësuam pak si shumë, a? Profesor Avaloni nuk është kthyer ende, dhe me që të gjitha unë nxehem pak si shumë, ndoshta jeni gati të provojmë atë gjën. Kokaina. Më vjen keq vajza, por nuk kam më kohë të merrem me lodrat tuaja budollaçe me fustane. Kam disa punë urgjente për të bërë. Është një sulm tjetër nga i virusi hije. Duhet ta gjejmë profesorin sa më shpejt. Do t'jek Blumin që të sigurohem të mos i bëj keq vetëm një tjetri. Ç'kemi Loket? Është më bukur të dalësh me mua se sa me ato zanët e tjera dhe Pixit, apo jo? Ti e se mund, duhet të presësh profesor Avaloni të vi të ndihmoj. Përkundrazi, unë ndihem shumë mirë, dhe me që ti e këtu, Pixi, im besnike mund të më ndihmosh. Ja ku është. Një dele fshet. Mos më thuaj se kjo është hyrja për në arkivën sekrete. Plani u vune jetë. Tani Blumin e kontrolloj unë. Fitoria është afër, unë mund ta ndjej. Dhe ja ku është. Arkiva, ish sekrete e Alfeas. Blum, ti e? O sot, sa kohë ka kaluar. Si e? Ke kujdes e dashur. Po ti pëshë? Loketa zonj. Unë jam Pixi i Blumit. Gëzohem shumë që të takoj voglushe. Po pse je kthyer përsëri këtu në arkiv? Ke ndonjë pyetje për prindrit e tu? Kjo është një histori e vjetër. Jo, kam ardhur të gjej pjesën e kodeksit që fshihet në Alfea, dhe diçka më thotë se është diku këtu. Ide interesante. Po nëse kur ti jetë vërtet, pse të intereson të kjo? Sepse dua t'ja kthej pronarit të saj të ligjshëm, Feniksit hije, e kuptove? Ke japësh? Zot, unë s'do lejoja asnjë të gjente kodeksin, aq më pak ta vjen dhe t'ja japar miqve tan. Kështu që harroja këtë gjë më një herë. Pa shiko. E si do të më ndaloj një voglush si ti në këtë punë, a? Kam 100 vjet që s'më ka thirrur njeri voglushe, por shoqja ime e re dhe e madhe ka ardhur kohë që ta kuptosh se dhe gjërat e vogla janë të bukura. Çfarë po ndodh? Ej! Konkorda! Loketa, ç'ka kërkon ti? Mirë. Jo kaq shpejt. Loketa, kujdes! Veprova me zgjuar si të madhe, e pranoj, por mos bëj gabime, unë do ta gjej kodeksin se s'bën. Ku janë të tjerët? Duhet ta ndihmoj para se të jetë tepër vonë. Vendi ku fshihet kodeksi mund të smbrapsë zjarrin tim. Por do ta shkatroj të gjithë këtë gjë derisa ta gjej. Zonjush, ndalo me një herë. Magjia e këtyre librave do të humbas për gjithnjë. Ndalo me një herë. Atëherë të luajmë si do ti, pa mua s'ka problem. E po ka shumë të tjera për të djegur, dhe unë e kam me pak nxitim, nëse nuk e ke problem. Ky duket si vendi i duhur. Mirë, me kaq mjafton. Ma jep kodeksin ose harroje fytyrën tënde, zgjidhe vet. Si është pra? Kjo ishte krim i vogël. Nxito ose padronja jote do të shkri. Kodeksi, më në fund.
Nuk ke për të shkuar larg ti karkalet. Ja ku je. Oh, por unë prap do të kap. Kthehu këtu ti piksi budallaqe. Mallkim, kodeksi. E kapa. Ktheu këtu ose ta rregulloj unë qefin. Shpejt, porta në kapitullin 6. Ja ku është. Të kapa. Të paktën kodeksi është i imi. Tani Lordi Terry do të kënaqet shumë. Nuk arrin ta kuptosh se sa keq je duke vepruar. Po pse? Sigurisht që po. Me këtë do ta bëj mjeshtrin tim më të fuqishëm se kurrë ndonjëherë. Çfarë vendi? Se kisha menduar kurrë se do të kishte një ambient të tillë në shkollën tonë. Wingsa, përqendroni, ky nuk është kampi i shkollës dhe duke gjykuar nga pamja e Blumit, ajo nuk është shumë e lumtur. Blum, mirë? Nuk kam qenë kurrë më mirë, Flora. Me që po flasim për këtë, Blum, mos është pjesa e kodeksit që ndodhet në Alfea kjo gjëja që ke në dorë? Po, dhe nëse nuk e pin që të na e kthej, Alfea dhe e gjithë magjia do t'jetë në rrezik të madhe, kuptoni? Nëse po flisni për Terrin, mos flisni më. Do merremi ne. Forza, ikim! Prit, më lini të flas me të. Blum, të lutem, ti je shoqja jon. Mua as që më bëhet vonë. U lodha, më erdhi në majtë të hundës nga gëzimi i rem, nga sjellja jote me shoqet e tua budallaqe. Jeni të gjitha shumë patetike. Flora, mos e dëgjo. Nuk është Blumi ajo që po flet. Po pas se kontrollon magjia e zezë Territ. Ajo ka të drejtë, kështu duhet të jetë. E po, nëse Blumi është nën pushtetin e një magjie hije, mendoj se një dos terapie e diellit do ta rregullonte ekuilibrin e shoqes sonë të sëmur. Baj edhe pak më gjatë spionja ime të shmuar. Kërboku është duke ardhur. E provove një herë, Stella. Çfarë? Asgjë? Nuk mund të besoj se... Gati! Nëse do të largohesh, nuk do të të mbaj kundër dëshirës. Në rregull, zemër, e kërkove vetë flakërima diellore e Stellës. Çfarë është ajo? O Zot! Në shenjë. Çfarë? Çfarë ke, Wings? Nuk mendove vërtet se mund të më mbaje nën kontroll? Provoje një herë dhe do ju shkatërroj të gjithave. Oh, Blum! Ti je shoqja jam. Po ti guxon. Puthja speciale e Loketës është e vetmja gjë që mund ta prish magjin. Loket, u tregove vërtet e mirë. Forca tani, Blum, nuk e do me të vërtet atë kodeksin, no? Oh, e ke fjalën për këtë? Sigurisht që jo. Por mjeshtër Terry e do me siguri. Loketa, vet piksi im, po mundohesh të ma hedhësh? Mirë, tani ose kur duhet ta marrim kodeksin. Gjëra që rriteni, mbrojeni shkollën tonë. Po tani çfarë? Lule për mua? Oh, unë urrej lulet, nuk shkojnë me pamjen time të re. Nuk shkojnë fare. O Zot, po tani duhet ta detyrojmë të na dëgjojë dhe të arsyetoj. Mburoje e valve. Ky shmakti më i madh që më ka zënë syt. Goditje e dobët, Muza, shumë e dobët. Kjo ishte vajzë, vazhdo të flasësh. Topi i fuqisë. Fluskaros? Ha! Do doja të më thoshe më gjuaj me gjithë forcën, por më duket se sa po e bëra, apo jo? Janë për tej normales. Sinqerisht nuk e kam idenë nëse ne mund të bëjmë gjë kundër saj. Por zonjusha e vogël, Dragua, nuk po arsyeton fare. Këtë herë nuk s'mbrapsem. Supernova e diellit! E kërkuat vetë Wingsa. Luftoja në zjarrin me zjarr. Ja ku jam. Prit, funksionoi? Po është Blumi? Nuk i bëra asgjë apo jo? Shikoni. Ja ku je, vogla ime, çoje këtë të mjeshtri. Ajo është këtu, profesor. Nxito.
Erdha sa më shpejt që të ishte e mundur. Po këtu çfarë ka ndodhur? Dhe ku është Blumi? Është atje lart, profesor. Ç'kemi, profesor? Ke ardhur në kohë për të parë zemrimin tim. E shkreta vajz, Sominio Falax Zesino. Ne duhet ta kapim! Le ta shtri me kujdes që të qetësohet. Ku është? Çfarë? Blum. Po ku jam kështu? Kush e bëri këtë? Kishe një problem të madh me një formë vizuale të veçantë. Ishte një virusie. Duhet të jetë ngjitur patjetër gjatë udhëtimit që bëre në tokë. Mos doni të thoni që këtë e bëra unë? Profesor, po sikur të përsëritet. Magjia nga ky shkopi im special e largoi virusin. Asa do të kisha dashur ta kuptoja më parë. Mos ja virë fejnë vetes. Nëse nuk do t'ishte për ty, e gjithë dhoma do ishte shkatruar. Nuk më kujtohet shumë, por duhet të ketë qenë e tmerrshme. O, ju lutem, më falni që të gjitha. Ndjem shumë keq tani. Më vjen shumë keq. Aty ishte. Mos i bëra gjë kodeksit. Ajo është një histori komplet tjetër. Dhe duhet ja themi patjetër Faragondës që kodeksi është marrë. Më duhet ta marr përsëri me çdo kusht. Jo, Blum, duhet ta marrim përsëri të gjitha bashk. Nuk më kujtohet asgjë. Megjithatë, Loketa, ti u tregove shumë e guximshme. Jam kaq shumë krenare. Tani jam shumë mirë, mbaroj. Mund të më falni një moment, ju lutem? Tani që vendodhja arkivës nuk është më sekret, nuk ka asnjë arsye që të mos japi ndihmën tonë për të pastruar gjithë këtë rrëmuj. E dini me dashur që nuk ishe ti ajo që i bëre gjithë ato gjëra. Po, por mendova se ajo puna me Timin më duk shumë për të qeshur. Unë e kuptoj se Timi ndonjëherë mund të ta acaroj, por pse e mbajte lart me kokën poshtë? Më mirë të pyesësh atë Blumin e keqe, sepse kjo këtu nuk ja ka fare iden. Karbog, të lumt kafshësa ime. Pjesa e tretë e kodeksit është e imja. Nuk do të kaloj shumë kohë dhe do ta gjej edhe pjesën e katërt. Në episodin tjetër të klubit të Wingsave, është koha e pushimeve për zanat dhe specialistët. Ndërsa në Alfea, Avaloni helmohet dhe Livi duhet gjejë një kundërhelm.